Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të marrë 28 tetor. Bashkëqeverisja Peshkimet e PS-s në PD-ja figurat politike të opozitës që kaluan me rilindjen, lista me emrat dhe postet. Drejtësia e re po funksionon si një banke brendshme e pushtetarëve të korruptuar. Zotë Mërtiri që shijojnë miliona në Arati u fshehen pas shijakut në ankandin 1 milion euro për skrapin e tesit Fier. Në gazetën Dita mund të lexoni turpi pa pendes. Ata që duhet të mbronin pasurinë publike u dëgjuan dje të ulërasin për hallet e tyre me drejtësinë, ndërsa pjesa e raportit të kreut të SPAK për masakrën e pronave kaloi mes zhurmës së fajtorëve. Jo vetëm futboll, kur fëmijët bëhen legjenda përpara se të bëhen burra. Gabimi i tatimeve 10 vjet, sorollatje, Britania rruga e errët e emigrantëve. Në gazetën Panorama mund të lexoni abuzimet me tendrat, fletëthirrja e dytë për Ballukun të premten në SPAK. 2 komisionet PS-PD bashkojnë votat në kuvend dhe revoltojnë të vegjëlit debatet. Dëm shpërblimi vijon lista me emrat e trashëgimtarëve përfitues. Si u survejuan futbollistët e Ajaxit në Tiranë në 1970-ën, flet gazetari holandez. Në Panorama Sport mund të lexoni Liridon Latifi çon Tiranën në kasin e Lozanës, Shaba titulli vllaznia pretendentja numër 1. Deklarata e Edi Martini i ka dhënë identitet skuadrës shkodrane. Egnatia sfidon Teutën, Dursakët janë macja e zezë. Byli si dori lindjen, Bellaj kundër të kaluarës me vorën e tij. Lorenzo Villa, rivale e Dinamos, është vetja jon. Shqipëria me shqetësime e shpëtojnë të tjerët. Kupa u mbush, Juve shkarkon Igor Tudorin. Allegri, Atalanta sfidë direkte, Leao bën 20 gola. Vinicius kërcënon Realin, po vazhdoni kështu i kifare. Tifozët sulmojnë Yamalin, lavde për Mbappé.